Anëtarët e zgjedhur të Këshillit Gjyqësor Suzana Joshevska Anastasovska dhe Arlinda Kadri Shahinović bën betimin në kuvend dhe dhanë deklarata për përgjegjësi personale para kryeparlamentarit. Kryetari i Këshillit Gjyqësor Aleksandar Kambovski siguron se Këshilli ka fituar profesionistë të nivelit të lartë dhe se institucioni më në fund do të arrijë të qëndrojë mbi baza të forta. Jam i sigurt se kemi fituar 2 profesionistë të nivelit të lartë dhe se ata do të jenë një vlerë e shtuar për Këshillin, dhe se Këshilli më në fund do të mund të qëndrojë mbi baza të forta dhe të ushtrojë kompetencat që ka. Joshevska Anastasovska tha se qëllimi është që Këshilli Gjyqësor të bëhet institucion transparent dhe i pavarur, dhe hapi i parë drejt këtij qëllimi sipas saj është zbatimi i ligjit të ri për Këshillin Gjyqësor. Mendoj se duhet të fillojmë zbatimin e ligjit të ri për Këshillin Gjyqësor, të miratojmë aktet nënligjore që lidhen me ligjin e ri dhe prej aty të kemi një bazë të mirë me forca të reja për të ndërtuar një institucion të fortë. Pikërisht muajin e kaluar, deputetët miratuan ligjin e ri për Këshillin Gjyqësor, i cili ndër të tjera përfshin një përkufizim për termin juristi shquar dhe ka gjithashtu ndryshime në kriteret për zgjedhjen e një antari të ri të Këshillit, siç theksoi kryetari i kuvendit Afrim Gashi. Kjo do të thotë se më shumë gjasa do të duhet të përsëritet e gjithë procedura për zgjedhjen e një antari të ri të Këshillit që zgjidhet në kuvend. Pasi muajin e kaluar, grupi parlamentar i Vlenit në kuvend propozoi për antar të ri Alban Kadriun, jurist i diplomuar me përvojë punën në MPB. Gashi tha se shpejt pas propozimit të Kadriut, deputetët miratuan ligjin e ri dhe se procedura do të duhet të përsëritet sipas dispozitave të reja.